u bë debati në lidhje me fermerët dhe sa prodhonin fermerët shqiptarë, normalisht kjo është një nga temat më të nxehta për fermerët shqiptarë dhe atje ku plaga në cilët djeg. Tani nuk e kuptoj, a jeni pro fermerëve? A ju ndihmoni ju fermerët? A thoni që bujqësinë po e bëjmë europiane? A thatë që marrin 500 milion? A pse mos ta ngrem atëre komisionin hetimor për të verifikuar se pse Olafi dhe pse Bashkimi Evropian bllokoi i part 2-shin pjesërisht dhe i part 3-shin? Pse? Shpërkojmë gjë tjetër, vetëm bëjmë transparencë me fortet e AZHBR-s, mënyrën se si ka ndarë ato fonde. Kush i ka marrë, sepse dhe lista nuk është bërë transparente. Që në krye të herës, Olafi ka parë që edhe numri i aplikantëve ka qenë shumë reduktuar për masën dhe shumën e lekëve në cilën do të jepte. A ka sot bujqësia probleme, nderuar deputet, kolegë deputet, dhe po më përcjell shumë shqetësime dhe këto të fundit janë shumë dramatike. Kur gjithë festonin vitin e ri, ndoshta zyrtar, lart, e tjerë me radhë të gjithë fermerët ishin në serë, sepse ngrica e natës viti 3 dhe data 1 i thau serën. Kërkojnë ndihmë. Fondet do të, po të dëgjojmë nga qeveria dhe nga ana juaj se çfarë do bëhet, gjithmonë flasim në të ardhmen, me do të. Po si do të? Po për mbytyjet që ndodhen në Lushnjë, do të, sepse do të pastrohen kanalet. Po të shikoni kanale kanë 4-5 vjet pa pastruar. Sa vite kanë fermerët real pa marrë fonde nga ZHBR-ja? Sa vite kanë pa marrë financime që u takonin dashë komunitetit evropian? Pse? Sepse zyrtarët lartë juaj ishin të korruptuar. Janë në hetim dhe gati për të vënë prangat. Imazhi më i bukur i AZHBR-s është vetëm Frida Krivca që me shapka me gisht ha shalqi. Kaq. Kaq është imazhi i AZHBR-s. A i dini ju zotërisë sa probleme ka sot bujqësia? A i dini ju se sa shpenzon një fermer për të mbjellat e serën? A i dini ju që rregullat e vëna nga ZHBR-ja nuk i përmbush dot asnjë fermer? Asnjë. Pse? Sepse toka dihet që me 7.501 u ndan parcelizuar nga 3.000, 4.000, asnjë nuk e bën dot atë hektarin. S'ka fuqi ekonomike. Po pse mora ai që bëri me 1 dylym, me 2 dylym, me 3 dylym, a nuk ka mundësi, a nuk mund të përfitojnë nga këto fonde? Po pse duhet marrin dhe ata që kishin incineratorët, marrin prap fonda ZHBR për të bërë një serë më sipër incineratori i Tiranës që nuk ekziston. Por toka incenerim. Lekti morën ata nga i parti. Kjo është e drejta për fermerët? Kur ata mirë me shit blerjen, mirë me tregun që nuk ja orientojmë, se ka drejtori bujqësie, por nuk i orienton atë fermerët. Ne nuk kemi një laborator në Lushnjë, se flasim për Lushnjë dhe po ju them atë 500 milion, me që Ulësiu kishte 500 milion euro. Si ka mundësi që nga këto 500 milion euro nuk i afrohet një laborator për të parë cilësinë e tokës dhe çfarë plere kimik duhet përdorin ta fermer? Pse nuk ja afrojmë ne këtë shërbim kur pas kemi kaq shumë miliona euro nga këta fermer, kur që kanë pararoj? Pse nuk e arrim dot në këtë? Pse nuk i kontrollojmë ne dot plerat kimik që kanë bërë kartel, të gjitha, po të shikosh, të gjitha ata që fusin sot ndogan ka krijuar kartel, po të njëjtit çmim, si ka mundësi? Po si ka mundësi që mas thirrje pas thirrje, po vazhdojnë me thirrje që kemi bërë edhe fermerët të cilët janë ngritur sa herë, nuk kontrollohet njërë produkti, etiketa që mban preparati kimik me atë çka brenda thesi. Po si ka mundësi që përfitojnë ai magazinat e tjerë me radhë dhe futja fare pastaj kemi borxh sot se kanë ikur, se janë marrë me skema korruptive. Po si ka mundësi që përfiton më përpara nga skemat e ZHBR-s, një që ka marrë tokën me qirase sa ai Allexhiu që ka tokë private? Si ka mundësi? Po pra këto do të zbulojnë kush janë këta, kush është kjo lista, që nuk i vjet në funksion këtij parlamenti, nuk i jepet. Kush ka përfituar?
por para ata ish kryetar bashkisë që kanë përfituar nga këto fonde. Pse mos bëhet transparent? Pse mos vite një komision hetimor? Po më thoni ju që flas muzikaqarçe. Po për çfarë do të flas tjetër? A ka turp më të madh dhe sfidë më të madhe, tallje më të madhe që ju bët me fermerët në Divjak? A ka tallje më të madhe para ca ditësh ishte kryeshefi i qeverisë tuaj? E gjonte atje dhe por si ka mundësi, thoshte, 12 milion turistë do përkthehet në 12 milion domate, në 12 milion tranguj, 12 milion speca. Gjithë aty. Ku ishi fermerët aty? Ku ishi fermerët më burr? Një ngrit aty ta del për jashtë se sfidon ti mua. Pra një me çizme me bal që nuk voli dot prodhimin e tij, po sfidon te kryeministri. Do t'i marrësh në shtator, fillova çdo mbyllti. Por këto që mbytën, Murris Kozar, këto që mbytën në Toshkës, ore këto që u thanë speca, kur do t'i marrë du tani, se ai nuk ka takat me pagur kredin, nuk ka takat me rimbjella të serën. I thot 12 milion domate, thot. Po si do flasë? Ka turp më të madh, pa tje pra ishte kryeministri, zëç kryeministri, ministri financave, ministri bujqësisë dhe tallën me nderën. Hama e pat, kësha, si t'i thush? Sa do t'i themi njerëzve, si do t'i themi fermerëve atje, do t'i themi që ne nuk do hetojmë për ata që kanë vjedhur ju. Pse? Por pse? Arsyeja pse? E kemi shkruajt gabim. E grisim. Hajta ndërtojmë bashkërisht, ne kontrollojmë kush i vodhi lekët e fermerëve. S'ke i vën një hap për një që ti se vë fermerët nuk e shikoj kush e ka vjedhur. Hajde heqim dhe këta në vëme. I vëm presin, e vëm fillim apo në fund. Si ta doni ju? Po hajde e kontrollojmë. Por kush? Kush i vodhi lekët e fermerëve? Kush është? Drejtues institucioneve që pati për detyrë të ndante fondet e partit dhe i bëjnë në mënyrë korruptive. Kush është lista e përfituesve? Se ka nis procese gjyqësore, ka nis setime dhe procese gjyqësore. Atëherë hajta shikojmë për këta fermerë. Dhe ne vazhdojmë të themi 12 milion domate, thot Sifi, dhe takiet, po ju kryetari bashkisë pra vurje tek me muzikaqare. Po ministra ti ishit i bëja. Po si herë nuk i zuj turpit të thoshë, rryp ka ishi pusho? 12 milion sallator. Ku t'ja tregoni ato 12 milion sallatore? Po shturpët, 12 milion speco, vajru liri, ku vajru liri? Po ne akoma nuk kemi një skem për të vajru liri, se bët për verën, po për vajru liri, da kemi në një ICC me që dojnë Europë, gjithë. A kemi ne një që të trektojmë vajru liri, t'ika me bidona si vitet 30, me bidona plastik me ato buza. Pse? Se nuk kemi që vëkat produkte, origjine, për të vajru liri, me që po nga tregoni vajru liri. Pse na kthehen gjithmonë domate sa herë 5 apo 6 ditë për pas se t'i dalin Malit Zi apo se Maqedonisë ose Jugosllavisë. Ish Jugosllavisë që keni qef ju se kshu kam qef t'ja thres. Pse? Pse bllokojnë këto çindutrisht? Ore këto pesticidet ku ti shkrepse janë që futen dogan, ku ti shkrepse apo vinë me thas, me kontejner. Ku hyn to, si hyn to dogan? Ore farat hibride, se po del po mbjellin misër dhe po i del vetëm kalli, pa kokra. Kush i man këto përgjegjësitë? Por para se të flasim për fermerët, për lekët që të prodhojnë, duhet rrim atje ca ditë me provu se si sot është lagështia në përsera, se serat sot të përmbytura nga kanalet e pa pastruara tuajat, nuk e arrin dot temperaturën. Nuk mbjell dot ai për 5-6 muaj, kaloi kjo që iku dojq, po dhe tjetra pas 4-5 muaj. Bëni atë që duhet. Ne të bëjmë hetimet, ne simi prokurori, por ama se kush i mori lek dhe kush përfitoi nga lekët e partit të atyre fermerëve, nuk e di se çfarë mund të quhet, që mos t'ja japim të mundësi. I grisim qoftë se është gabim, e grisim më ngonjë, por ama transparencën me ata fermerët që të kemi mundësi dhe të jemi pa shpirt për të tallur si u tallën Divjak para ca ditësh, këtë nuk duhet t'ja lejoj asnjëri këtu. Faleminderit. E dëgjova me vëmendje kolegun
në folklorin e tij që padyshim është për të përshëndetur, por e gjithë fjalimi i tij është arsyeja pse ne, grupi parlamentar i Partisë Socialiste, nuk duam që ky komision të ngrehet ashtu siç e tha kolegu. Pra, ne, grupi parlamentar i Partisë Socialiste, refuzojmë ngritjen e një komisioni hetimor për programin e IPARD-it, pasi kemi bindjen se ato fonde janë jashtëzakonisht të rëndësishme për fermerin shqiptar, pasi kemi bindjen që përgjigja e pyetjeve që kolegu bëri gjatë fjalës tij të vinë nëpërmjet fondeve të Bashkimit Evropian që të ndihmojnë bujqësinë shqiptare të eci edhe një hap më tej. Tani më lejoni të them fare qartë. Ky refuzim nuk është një refuzim i transparencës. Nuk është shmangje nga përgjegjësia. Përkundrazi, është mbrojtje e një procesi institucional që aktualisht është në zhvillim në 2 drejtime kryesore. E para, drejt për drejt me Komisionin Evropian dhe institucionet cilat kanë kërkuar të ketë një rrugë bashkëpunimi, analize, studimi, fakt mbledhje, e më pastaj një vendimare për të zhbërë problematikat dhe për të hapur fondet e reja të IPARD 3-shit, dhe e dyta, po aq seriozisht, është dhe puna organeve të drejtësisë. Qoftë ato të organeve të drejtësisë të vendit tonë, qoftë ato të vetë organeve të drejtësisë së Komisionit Evropian që janë po aq korrekte, po aq rigoroze, po aq thelluara në gjithë procesin e hetimit të kësaj problematike. Dhe janë fakt që ne duhet t'i përmendim. Spari, programi IPARD, ka qenë një nga instrumentat më të rëndësishme në mbështetjen e bujqësisë shqiptare, me 75% financim nga Bashkimi Evropian dhe 25% mbështetje nga qeveria shqiptare, nga shteti shqiptar, janë realizuar plot 540 investime nga veriu në jug, në çdo zonën tonë elektorale, në çdo njësi që ne përvajsojmë, ka një investim të qëndësishëm të mbështetur nga programi IPARD, që ka ndihmuar në të gjitha aspektet e shtrirjes së veprimtarisë bujqësore, që nga serat moderne, mekanik bujqësore, pika grumbullimi, agroturizëm, fabrika përpunimi, kantina vere, investimet në energji të rinovueshme, agroturizëm dhe të gjitha aspektet, duke krijuar me qindra vende të reja pune, duke krijuar kapacitete të reja prodhuese për bujqësinë shqiptare, fal këtyre investimeve, duke zgjeruar padyshim shpërndarjen e këtij produkti jo vetëm në Shqipëri, po edhe eksportimin e tij jashtë vendit tonë, edhe ato shqetësimet që ngreti kolegu i opozitës, padyshim janë shqetësime, por vijnë nga një ekspansion i jashtëzakonshëm i produktit shqiptar, aty në ato tregje që edhe ka jashtëzakonisht shumë më tepër konkurrencë, ka më shumë vëmendje, padyshim ka dhe problematika. Pra, janë gjitha këto që na bëjnë të mendojnë se këto investime kanë qenë të jashtëzakonisht rëndësishme për bujqësinë shqiptare. Së dyti, e themi fare qartë, po ka pasur problematika. Ne nuk fshihemi nga pasja e problematikave. Është OLAF që ka kryer një hetim administrativ për periudhën 21-23 dhe ky raporti është përcjellë organeve të mëtejshme, që konkretisht është DG Agri, që është autoriteti vetëm me cilën shteti shqiptar komunikon zyrtarisht për ta çuar procesin përpara. Autoritetet shqiptare kanë dorëzuar observacionet dhe një plas masash korrigjuese të cilat janë rakorduar me përfaqësuesit e Bashkimit Evropian. Është kontraktuar dhe përfunduar një auditim i jashtëm i pavarur, janë marrë masa për rikurim fondesh në rastet e identifikuar, është rikonstruktuar agjencia zbatuese e këtij programi, janë forcuar kontrollet, është digitalizuar aplikimi, është rritur databezi i përkatës për të pasur gjithmonë më shumë informacion. Pra, qartazi, procesi nuk është në errësirë, por procesi është në monitorim të drejt për drejt.
jo vetëm të institucioneve shqiptare, por dhe institucioneve të Bashkimit Evropian. Dhe këtu është gjithë thelbi i qëndrimit ton edhe në kuadër të komisionit që ju kërkoni. Pra, komisioni hetimor do t'ishte një proces paralel politik, me një çështje që aktualisht po trajtohet teknikisht dhe me ata cilët e financojnë, e donojnë dhe e mbajnë këtë proces që është Komisioni Evropian. Sot, Shqipëria është në një fazë shumë delikate të këtij procesi, ku pritet përfundimi dhe mbyllja e programit i parë dyshi për të hapur procesin e i parë treshi. Në këtë fazë, çdo hap që do të jetë i kontaminuar politikisht do të krijojë problemet të kësaj marrëdhënie dhe do të prishin një diskutim kaq gjatë, kaq të punuar me kujdes, kaq shumë të monitoruar dhe kaq shumë delikat që do të pengojë ecjen përpara të procesit. Dhe së treti, argumenti se komisioni hetimor do të cilëte më shumë transparencë nuk qëndron në rastin konkret. I parë, monitorohet nga strukturat të përcaktuara në marrëveshje ndërkombëtare, nga DG Agri, nga Komiteti i Monitorimit, nga Autoriteti Auditues, nga Zyrtari Kombëtar Autorizues. Ka audit të jashtëm, ka raport periodik, ka masa korrigjuese me afatet përcaktuara. Pra të gjitha ato që kolegu i tha me folklor, janë të shkruara në këtë raport institucional me Bashkimin Evropian dhe të gjitha auditimet shkencore tashmë janë zhvilluar, janë realizuar dhe pritet që të ecet përpara. Komisioni hetimor do të shtonte një mekanizëm kontrolli më të fortë në rastin e një debati politik, por do të ishte jashtëzakonisht shumë i keq për sa i përket realizimit masave konkrete. Pra, ne kemi shumë të tepër qëllim dhe detyrim karshi qytetarëve, karshi fermerëve, të përmendur karshi të gjitha atyre halleve që i pranojmë përbujqësinë shqiptare, që të menaxhojmë ashtu siç duhet këtë proces. Pra, parregullësitë e evidentuara të trajtohen me masa konkrete, çdo përgjegjësi individuale të ndiqet nga institucionet kompetente, vendase apo tuaja, fondet të rikuperohen sipas rregullave dhe i parë treshit të fillojë pa vonesë. Ky është objektivi ynë, për këtë objektiv ne jemi votuar, këtë objektiv ne do të vëmë në zbatim. Prandaj, qartë, thjesht dhe për ta mbyllur këtë diskutim, ne jemi pro transparencës, pro llogaridhënies, por ne jemi kundër që në kurriz fermerit shqiptar bëhet spektakël politik.